Një botë me ngjyra, imagjinat dhe pasion është sjell nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare Stavri Themeli në Korçë, të cilët çelën ekspozitën artistike Bota ime në ngjyra. Ky aktivitet synon të promovojë talentet e rinj të shkollës, duke nxitur kreativitetin dhe vetshprehjen përmes artit. Punimet e ekspozuara pasqyronin jo vetëm aftësitë artistike të nxënësve, por edhe botën e tyre të brendshme përmes tematikave të ndryshme që varionin nga natyra dhe portretet, te imagjinata dhe realiteti i përditshëm. Të gjithë fëmijët që vinë në jetë kanë një synim, vinë me një qëllim. Dhe na mbetet ne mësuesve detyrë që t'i nxitim dhe ta nxjerrim në pa atë çfarë kanë. Po të shikoni këtu, ka dhe shumë punime të tjera, po janë thjesht krijimet e tyre, atë që shohin çdo ditë, atë që ndjejnë, janë emocionet e tyre, janë fëmijë që kanë shumë kreativitet, kanë fantazi, edhe e shpalosin ato talentin e tyre edhe emocionet përmjet pikturës. Edhe vetë nxënësit ndanë emocionet e tyre duke treguar për punimet me të cilat morën pjesë dhe frymëzimin që udhëhoqin në krijimin e tyre. Ata thanë se piktura është një mënyrë për të shprehur atë që ndjejnë dhe për të shprehur mendimet që shpesh nuk i thon dot me fjalë. Kam sjell disa nga vizatimet e mia që i kam bërë gjatë kohës së lirë në shtëpi. Ke kohë që pikturon, që e vogël? Po, kam patur shumë kohë, pothuajse që në klasë të parë. Këto mendoj se janë shumë të rëndësishme sepse shumica e nxënësve arrin të japin emocionet e tyre nëpërmjet vizatimeve, ngjyrave dhe figurave të ndryshme. Unë kam sjell disa piktura që unë kam bërë në kohën e lirë. Ke kohë që pikturon, që e vogël? Po, kam që e vogël që pikturoj. Çfarë të pëlqen më shumë të pikturosh? Unë kam qef që të pikturoj më shumë natyrën, sepse më pëlqejnë shumë peizazhet. Kam që 5 vite që kam talent për artin, jam shumë talentuar, sidomos më pëlqen të pikturoj natën e qetë me yje, hënën dhe pemët, kur ju bie hija e zezë. Këtu në ekspozit kam sjell një pamje të një natë të qetë, ku poshtë një pemë është dhe një mace duke parë hënën e bukur. Kam sjell disa piktura të lezetshme, një fytyrë moj duke qarë dhe nga brendësitë e saj duke e hapur është një fytyrë e trishtruar, kullën e Eiffel dhe Skënderbeu. Kam sjell një pikturë të Vincent van Goghut, i cili është piktori im i preferuar dhe pasioni im është piktura. Dhe kam 3 vjet që shkoj në kursin e pikturës te teza e fëmijëve. Ekspozita Bota ime në ngjyra u mirëprit nga prindër, mësues dhe vizitorë të tjerë, duke kthyer këtë aktivitet në një moment vlerësimi dhe inkurajimi për të rinjt artistë.